Zahir Pajaziti, pushka e parë e lirisë. Në odën e historisë shqiptare, ka një emër që s'fshihet kur. Zahir Pajaziti. Ai nuk ishte thjesht një njeri, ai ishte thirrje e parë, krisma e parë, pushka e parë që çau errësirën dhe ndezi agimin e Kosovës. Heshtja që u bë kushtrim. Që fëmijë, Zahiri nuk fliste shumë. Kishte heshtjen e një mali, por në atë heshtje ruante furtunën. Kishte butësinë e një vëllai, por dhe vendosmërinë e një shkreptime. Ai dinte të qeshte me shokët, por në sytë e tij digjej një zjarr i pashuar. Kosova duhet të jetë e lirë. Pushka e parë, rënja e terit. Në fillim të viteve 90, kur pushtuesi serb po ja shtrëngonte fytin Kosovës, kur flamuri kuqezi fshihej në përsirtar dhe nënat mbanin frymën përpara ushtarëve, Zahiri ngriti pushkën. Ai nuk priti leje nga askush, nuk pyeti askënd, vetëm zemër, dhe zemra i foli. Sot duhet të krisë pushka e parë. Dhe ajo krisëm nuk ishte thjesht plumb, ishte kushtrim, ishte zgjim, ishte britme një kombi që tha, mjaft më, ne do t'jetojmë në këmbë, jo në gjunjë. Vëllezër në besë e në gjak. Zahiri nuk ishte vetëm. Në krah kishte Hakif Zenullahun dhe Edmond Hoxhën, 3 trima, 3 gur themele. Ata nuk ishin vetëm ushtar, ishin vëllezër të besës, të fjalës dhe të gjakut. Ecnin bashk, agjeronin bashk, luftonin bashk. Dhe ja, historia e shënon. Kur ra në pritën e 31 janarit 1997, pranë kufomave të tyre, në xhepin e Zahirit, u gjetën 3 kokra hurma. Ishte Ramazan. Ata ishin agjerueshëm. Kishin dalë në fushën e betejës, jo vetëm si shqiptar që kërkonin lirin, por dhe si musliman që e dinin se jeta e tyre ishte amanet. Hurmat ishin buka e fundit. Agjerimi ishte betimi i fundit. Pushka ishte fjala e fundit. Ky detaj, ky amanet, është dritë për ne. Tregon se ata nuk ishin vetëm luftëtar, por edhe shpirtra të pastër që e lidhen pushkën me besimin, kombin me fen, gjakun me amanetin. Rënja që u bën ngritje. Ata ranë, por nuk u shuan. Zahiri, Akifi dhe Edmondi nuk u futën në tokë si kufoma, por u ngritën si flak që ndriçoi një komb. Pas tyre u quan mira. Pas krismës së tyre, u mbushën malet me djemë të rinj që morën pushkët. Pas rënjës së tyre, u ngritë një ushtri, ushtria çlirimtare e Kosovës. Mesazhi që mbetet. Zahiri na la një mesazh që nuk shuhet. Liria nuk dhurohet. Ajo fitohet. Ai na la shembullin e burrit që nuk u shit, që nuk u friksua, që nuk e la popullin në terr. Na la shembullin e muslimanit që agjeron edhe në kohë lufte, që mban hurmat në xhep si thesar, që e bën fen dhe kombin një. Allahu thot në Kur'an: mos i quani të vdekur ata që ranë në rrugën e Allahut. Jo, ata janë të gjallë tek Zoti i tyre, të furnizuar. Ali Imran 169. Dhe kështu, Zahiri nuk është i vdekur. Ai është i gjallë në çdo flamur kuqezi që valbitet. Është i gjallë në çdo ezan që ngrihet në qiell. Është i gjallë në çdo fjalë të një fëmije që mëson shqip lirshëm. Pushka që kur su shua.
Zahir Bayaziti ishte pushka e parë. Por ajo pushk nuk e shti më kur. Ajo vazhdon të krisë në zemrat tona, në këngët tona, në amanetin tonë. Dhe sa të ketë shqiptar që kujtojnë këtë emër, Kosova do të ketë gjithmonë pushkën e saj të parë, që se shuhet i plumbi, as koha, as haresa. Hurmat e iftarit në fushën e lirisë. Zahir Bayaziti, Akif Zenullahu dhe Edmond Hoxha. Ata nuk ishin vetëm luftëtar të Kosovës. Ata ishin agjërues, ishin shpirtra që në prag lufte mbanin lidhjen me Allah. Në xhepin e Zahirit, kur trupët atyre u gjetën të rënë, u gjetën edhe 3 kokra hurma. Jo si rastësi, jo si detaj i zakonshëm, por si shenjë thellë, si dëshmi e pastër e besimit. Hurma e agjërimit, hurma e amanetit. Ata i morën hurmat për iftar, sepse nuk e dinin ku do t'i zinte Perëndimi, ku do t'i gjente ezani i mbrëmjes. Nuk e dinin nëse do t'arrinin një sofër, apo do t'i gjente nata në ndonjë shteg mali. Por ata e dinin një gjë: iftari i besimtarit është takim me mëshirën e Zotit. Dhe kështu, me hurma në xhep, me pushk në dorë, ata ecnin. Nuk ecnin vetëm për tokën, ecnin për fenë, nuk ecnin vetëm për lirinë e Kosovës, por dhe për lirinë e shpirtit të tyre para Allahut. Hurmat ishin gati për një iftar toksor, por Allahu u afali një iftar në xhenet. Ata e hapën agjërimin jo me sofrat e njerëzve, por me tryezat e përjetësisë. Nuk i pritën sofrat e shkupit, as sofrat e podujevës. I pritën sofrat e Firdausit. Agjërues dhe luftëtar. Ata ishin musliman të devotshëm. Nuk lanë Ramazanin për pushkë, por e morën Ramazanin me vete në pushkë. Nuk e haruan agjërimin në mes të betejës, por e bën ato shtyllë të forcës së tyre. Ishin shembull i shqiptarit që nuk ndahet nga besa, që nuk ndahet nga feja, që e lidh jetën e tij me Zotin edhe në çastin e fundit. Çfarë madhështie! Të jesh i uritur për të mbajtur agjërimin, por jetur për të çliruar vendin. Të kesh hurma për iftar në xhep, por gjakun tënd ta kthesh në kurban për lirinë e popullit. Mesazhi i hurmave. Kur populli mësoi këtë, kur u tregua se në xhepin e Zahirit ishin gjetur 3 hurma, lotët u shkrin me krenari, sepse ato nuk ishin vetëm fruta, ishin shenja të përjetësisë. Ishin amaneti që tha: ne nuk luftuam vetëm për tokën, por edhe për fenë. Ne nuk e dham vetëm gjakun, por edhe urinë, edhe etjen, edhe shpirtin për Allahun. Në atë çast, u bë qartë se pushka e parë e lirisë nuk ishte vetëm krism e shqiptarit, por ishte edhe krism e besimtarit. Dhe kjo e bëri Zahirin dhe shokët e tij të pavdekshëm. Lutja për ta. O Allah, prano agjërimin e tyre, prano hurmat e tyre, prano gjakun e tyre. Bëj ata mysafir të sofrës së xhenetit, aty ku buka nuk mbaron dhe drita nuk shuhet. Bëj ata shok të profetëve, të drejtëve dhe dëshmorëve, sepse ata nuk u dalën as para plumbit, as para vdekjes, as para urisë. Ata i bashkuan të gjithë në një: fen, kombin, besën dhe gjakun. Zahir Bayaziti nuk ishte vetëm pushka e parë e Kosovës. Ai ishte edhe agjëruesi i fundit i tokës, iftarxhiu i parë i xhenetit. Dhe bashkë me Akifin edhe Edmondin, ata lanë pas jo vetëm lirinë tonë, por dhe shembullin e përjetshëm. Se shqiptari nuk është vetëm luftëtar i tokës,
por dhe dëshmor i fesë. Se shqiptari nuk ron vetëm për këtë botë, por edhe për takimin me Allah.